Sot të njëjtë gjykata e apelit në Tiranë ka shpallur të pafajshëm këngëtarin Luiz Zedhi dhe personin tjetër të panderur bashkë me të në lidhje me çështjen e falsifikimit të aktit notarial dhe justifikimit të një shume prej 210.000 euro. Gjykata e apelit jurisdiksionit të përgjithshëm në Tiranë ka pranuar kërkesën ankimore të avokatëve Arber Hoxha dhe Dita Metani, duke ndryshuar vendimin e gjykatës së shkallës së parë fier dhe deklaruar të pafajshëm të panderin Luiz Zedhi dhe Fatmir Abdurrahmanin, personin që kishte përfituar nga akti kryer prej Ellit, gjatë kohës që ky fundi nuk kishte noter por përdori vullën. Fituesi Big Brother Albania Vip Dyshi ishte deklaruar fajtor dhe dënuar me 1 vit burgim për falsifikim dokumentesh nga shkalla e parë fier. Vepra penale për të cilën në dënuar rezulton të jetë kryer pak muaj para se të hynte në shtëpinë më të famshme ku Luizit ishte hequr licenca si noter pa i vazhdonte të mbante vullat. Në 2 nëntor të vitit 2024, gjykata e Fierit shpalli fajtor Luiz Zedhin duke dënuar me 1 vit burg, ndërsa 16 muaj u dha vendimi për Abdurrahmanin. Nuk ka munguar as reagimi nga vetë Elli në një postim në Insta Story të tërë ai thotë se kishte njerëz që qeshnin për vendimin e dënimit të tij, por për të fjala pafajësi nuk është vetëm një vendim, por është dinjitet.